Kosova ka nevojë që të bëjë parapërgatitje. Bili ka qenë gabim strategjik i qeverisë që nuk e ka fut përdorim obligimin ushtarak. S'po minimale 3 muaj. Sepse ne kemi sot më dalën për kafe plot 3 i ketu netën për kafeteri. Dhe të cilët në rast lufte nuk i kanë njohuritë elementare. Dhe kjo e para. E dyta, sa i përket strehimorëve ne edhe në objektet e ndërtimit kemi pas probleme që ato si thon podrumet dhe në katët nën dhës nuk kemi arkitektura jonë ose planifikues të tillë nuk kanë punuar në këtë drejtim. Dhe kjo do thotë duhet të jetë detyrë shumë urgjente. Mos flas për çështjen e një lufte, se unë nuk e besoj lufta atomare që do të ketë, sepse bota e ka shkatrimin humbin secila palë. Mirë, po lufta që vinë në aspektin konvencional, palë bërthamore, mund të jenë të rrezikshme. Biliki përfaqësues politik edhe në Unionin Evropian, edhe në Bundestagin Gjerman, që parashikojnë që mbrana 5, do thotë jemi në 2025, deri në 2030, mund të ketë sulme ruse në